Të paktën 132 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 480 të tjerë janë plagosur pasi një tërmet i fuqishëm goditi Kolumbin, duke shkaktuar shembjen e 10 ndërtesave dhe dëme të konsiderueshme në disa qytete të vendit. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa ekipet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë operacionet në ndërtesat e shembura. Bilanci i viktimave mund të rritet pasi autoritetet dyshojnë se persona të tjerë ndodhen ende nën rrënoja. Sipas shërbimit gjeologjik të Kolumbis, tërmeti me magnitud 7.4 ball goditi në orën 7:34 sipas kohës lokale në një thellësi prej 103 kilometrash. Epiqendra u regjistrua pranë San José del Palmar në provincën Chocó. Lëkundjet u ndjen në një territor të gjerë të Kolumbisë perëndimore, qindra kilometra larg epiqendrës. Pereira ishte ndër zonat më të goditura. Disa nga pasojat më të rënda janë regjistruar në Pereira, qytet që ndodhet rreth 55 kilometra nga epiqendra dhe në zemër të rajonit të njohur për prodhimin e kafes. Autoritetet lokale kanë raportuar të paktën 40 viktima në zonën metropolitane të Pereiras. Të paktën 65 ndërtesa janë shembur, ndërsa ekipet e shpëtimit besojnë se njerëz mund të jenë të bllokuar në 15 prej tyre. Në disa pjesë të qytetit, autoritetet kanë vendosur shtetërrethim deri në orën 5 të së martës, ndërsa operacionet e emergjencës vazhdojnë. Dëme të konsiderueshme janë raportuar gjithashtu në Valle del Cauca, në Cali, rreth 160 km në jug të Pereiras, dhe afërsisht 200 km nga epiqendra. 32 ndërtesa janë shembur. Shoqata e kryeqyteteve të Kolumbisë njoftoi se më shumë se 480 persona janë plagosur. Ndërkohë situata pranë vetë epiqendrës paraqitet ndryshe. Kryebashkiaku i San José del Palmar, Leon Fabio Marin Moncada, deklaroi se nuk ishin regjistruar viktima apo të plagosur në zonën e tij, megjithëse rrugët hyrëse dhe dalëse kanë pësuar dëmtime. Fatkeqësia rikthen vëmendjen në një tjetër tërmeti të rënd që goditi të njëjtin rajon më shumë se 25 vite më parë. Më 25 janar 1999, një tërmet me magnitud 6.1 ball goditi rajonin kolumbian të kultivimit të kafes. Sipas të dhënave të Departamentit Kombëtar Administrativ të Statistikave të Kolumbisë, DANE, tërmeti shkaktoi 1185 viktima, plagosi më shumë se 8500 persona dhe shkatroi 35972 banesa. Rreth 921 nga viktimat u regjistruan në Armenia, një nga qytetet kryesore të rajonit malor të kafes. Pas tragjedisë së vitit 1999, Kolumbia forcoi përgatitjet për përballimin e tërmeteve të mëdha. Në qytete si Bogota, Medellin, Barranquilla dhe Cali zhvillojnë të paktën 2 herë në vit stërvitje për evakuimin e popullsisë. Një pjesë e madhe e dëmeve të raportuara nga tërmeti është përqendruar në të ashtu quajturin Boshti i Kafes ose Eje Cafetero, një rajon malor me rëndësi të veçantë ekonomike, kulturore dhe turistike për Kolumbin. Zona karakterizohet nga lugina të gjelbra dhe shpate të mbuluara me plantacione kafeje. Peizazhi kulturor i kafes në Kolumbi njihet nga UNESCO për trashëgimin dhe traditat e tij bujqësore. Kafeja përbën një nga produktet kryesore të eksportit të Kolumbisë dhe është pjesë e rëndësishme e identitetit ekonomik dhe kulturor të vendit. Kolumbia renditet ndër prodhuesit më të mëdhenj të kafes në botë, pas Brazilit dhe Vietnamit, dhe siguron rreth 7% të prodhimit botror. Sipas të dhënave të Departamentit Amerikan të Bujqësisë, vendi njihet veçanërisht për kafen arabika e kultivuar në zonat e larta të Andeve, ku toka vulkanike dhe mikroklimat krijon kushte të favorshme për prodhimin e saj.